unë ju lej një minutazh për thirrjen tuaj, për mesazhin tuaj që keni për zgjedhësit. Padyshim, unë i bëj thirrje çdo qytetarit të Lezhës, të Gurbinit dhe të Mirditës, që të angazhohen totalisht dhe të shkojnë edhe këto ditë që kanë ngelur, të shkojnë në banesat e njerëzve të tyre të afër, të miqt, të shokët, të nipërit, të mbesat, të komshiut, dhe të bëjnë thirrje dhe ju bëj thirrje që të votojnë Partinë Demokratike numri 1, pasi është Partia Demokratike e cila do të sjellë ndryshimin e shumë pritur dhe do largojë një herë për gjithmonë shqiptarët nga kjo katastrofë qeverise që është Partia Socialiste sot në shtet, dhe padyshim ju bëj thirrje të gjithë emigrantëve të cilët ndodhen jashtë shtetit që të angazhohen totalisht në marrjen e zarfeve dhe njëkohësisht plotësimin e votës, por dhe ata emigrantë të cilët kanë mundësi financiare dhe janë të parregjistruar, të presin biletat, të presin në rrugë toksore, të vinë në Shqipëri dhe të japin kontributin e tyre të vlefshëm në fitoren e Partisë Demokratike. Sepse emigracioni, i cili është në masën e 45% jashtë kufive të Shqipërisë, do jetë pika e kthesës dhe ndryshimit në fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 maj të 2025.